Mishë dashur. Erdhi dhe koha e çajit. Siç po shihni që ne edhe para çajit jemi duke kaluar mirë. Me mua në studio është një këngëtare e cila i ka sukseset e një pas njëshme. Me mua është Dafina Dauti. Mirë se erdhe. Mirë se qita. Na vish kem të bo bisedën edhe para çajit. Dafin, e di që prompt kom thirr vonë, edhe kesh ta tregu rastin puna e Facebookut që është tashti që po qelin shumë Facebooka në emër të huj, edhe e di që sot ta kom prish gjumin është ta se të kom thirr janë 20 herë në telefon për mi vërtetu a je ti tamam edhe ta vjen në emision ajo. Unë isha telefonin si në ondër ashtu dhe isha i kush është të thirr. Jo, kur u lajmërove, ti që shtirove. Një ashtë dashta mu lajmëro, da është nisna edhe të vijë edhe ishë mos lajmëro na për e desha që të thuj jo s'ko ka kon Dafina e heqë. Po, fëqatë ciklete kisha, jo, isha detyru mi thirë dikon tjetër të emision, të marrë të befasi. Ato bo haze për një prill, për para një prillit. Edhe mu më tha dikosh ta mos shko ta se po mdo këtë jenë të bo gati dhe për një prill, ta jenë ka dojnë më të rej. E unë e të mos po mrante. Unë e të mos po mrante. Qajin e apin kështët. Unë e pi kur të ma qëtë dikosh. Sa për ndryshe vetë nuk shkon menja me pia. Sot dhe erdhe prej Istogut. Po. Që sa je në Istog? Në Istog që 2 ditë. Edhe qysh ja kalove vikendin? Një shumë. Atje kaloj shumë mirë, gjithë. Di që shtashti ki pas edhe koncerte dhe bile në Shqipni kena qenë me një koncert bashkë me një mramje. Në Gjermani, në Zvicër, kam pas mirë. Cilën për këngëve tuja veçon që ka pas mas shumë të sukses? Mas shumë të sukses ka pas kënga Karamele, edhe pse une se kom prit qatë sukses prej sajna, une kom prit ma shumë suksesin me këngër me 2 tonën se sa me ato. Po, fati. Na për shembull na për veti kur dojmë udhëtu dika me shoqe kur jemi ose me shoqni gjithmonë lëshojmë Karamele se t'jep ashtu të full. Po, jo e lëshoni për shembull, a mu më dham kryt kur tani. Se është konga jam, është se di, unë nështë pse e knoj në përmramje edhe tash ka fillu edhe më po më bajat. Edhe çdo konga jemja nuk më pëlqejnë domethënë shumë këngët e mia, përveç konga Spomanin që e du shtu si kongë, edhe kom menu që ka me pas shumë sukses, po mirë u konë, po jo që shko menuane. A jetë qëka e të menu të ashtë me bom? Une e kom menu edhe e kom bo 2 kongë, cilat si jem publiku ala ose une tash du t'mja bo edhe klipet. Njëna është një balad, edhe pse pak jem vënu, po duhet me bo, se është shumë e mirë. Kongën e kom bo, tash veç edhe klipin kom ja bo, edhe konga tjetër është bashkëpunim me Babu Tarabukat. Është ritmike, amël, është kongë e mirë shumë. A keni ndërnë mja bo dhe videoklipin? Po. Mos u doke qaj pak i jamën? Gjithësysh, nuk e di se po Mu do pak i jamën. E pas që i këshën qitë që qërë sa këshën Se mu lëtë dorë ato përzi. Më konë kafe nuk e pita me la qajnë ajtë s'ka lidhje, shka ndiqysh. Edhe, do më thonë që ajo është konga që duna me bo për fillim të sezonit, edhe një tjetër besaj ka sezon. Përveç muzikës kemi pa edhe në për reklame? Po, jam në reklamen e asaj pjesës. As djam, unë më jam përmene. Edhe jam në reklamen e pjesë Golden Eagle, që u konë reklama ma e suksesshme asaj pje. Jo që unë po thëmë, po edhe ata vetë e kam pas alo, do më tonë vazhdan më transmitu. Kam bo edhe një reklam tjetër, është 2 toni, po shumë pak ka hecë edhe ka ndërprej, kam fillu prap me temen.
Kështu që nuk jam ma e mirë. Kështu që... Mos t'isha marrë me muzikë, me çka isha marrë? Mos t'isha marrë me muzikë, isha shku, e kisha kry shkollën për mësuse. Po të paramenoj ty asi mësuse e bukur, e buta, ashtë në të tarë këtë Jo, nuk e di me çka tjetër kisha mujt, se kom menu asnjëherë përveç muzikës, s'po di. A nuk e ki diçka tjetër se Jo. gjithmonë janë ka dy sene që na pëlqejnë edhe njëna pak ma shumë edhe gjithmonë e bën që ata që... Unë kry fakultetin e edukatës fizike, shkollën e mesme kom kry muzikën, kështu që edukatë fizike kom kry për shkak që mu më ka pëlqy kështu si fakultet, po jo më bo profesoresh as kur gjë. Edhe kështu si profesion, se më pëlqen më kon doktoresh nështë, se di pse pëlqen ato mantilli bardh. Tu i pak e të mash këtu, as tu më s'kon s'kon të toa. Jo, unë kështu s'kam shpirt më kon doktoresh, nuk jam qysh dokna, se më thot dikush je shumë agresive, shumë, po s'jam ashtu, jam këtë ndryshe mrena. Tregom, deshta me të pyte të diçka, po harrova se ma ktheve të... Mena. Ma ktheve të doktoresha. Tregom ma nëj rast që t'ka ndodhë diçka ma interesant gjatë mramjeve. Diçka ma interesant. Diçka që kur t'i kujton mramjet, qoftë ato që sharake se neve din shpesh edhe me na u thy shtiklat, ose me na u thy në fistan, ose në... Më ra nërmen një rast, po kjo është shumë ma herët, kur unë kom fillu veç atër me knu. Isha me një mramje në Lipjan, edhe tash ishin shkallë bege shumë gatë me ecën to, edhe më shiti koma edhe krejt prej fillimit shkallëve nalt, edhe krejt jo më rashto. Edhe gëllë me qita, edhe tash jam rëzu në fond edhe ja kom nis me kesh. Vej natit. Se s'këzënas me qo kryt më qyrë për përshret. Një sigurimi, tash ajo është edhe njësi speciale. Unë e një fshat djalin ma herët, edhe po vjen ajo, Dafina o vrave, thash po ti, pse nuk më kap në fillim të shkallëve atje, tash po vjen, në fund tash më beta o vrave, qysh të vrava. Edhe ma bujnë ata jo, s'mun është më dalë me knu, prej me, ba e ke shumë vrava, me që më vi kej nati. Tash jas, shkoj pa dalë me knu. Ja, Dole, edhe se t'livre të shatë që shtëjq, pesha, edhe që e më kujtohet, ka shumë, po edhe herën e fundit në rinë ora 4, këto aroma që ashtu e njejta më ka ndodhë, isha me telefon në ndodhë të shkrujt, po mas mramjes, mas që u kry mramja krejt, ishim të dalë më shku, edhe në shkallë prapë, që ashtu aj pronari Dafina u vrave, thash keshni, thash se pëti që pjo keshë që me bo, thash po keshë edhe vetë, thash jo nuk u vrave, edhe si shave në pak. Me fati konë Po s'ki qka me po prej natit keshët. Tregom, a je pro apo kundër operacioneve? Unë jam kundër operacioneve. Ndoshta dikur ma vonë kur t'na vjen një moshë se t'ashti... Nuk e di, unë nuk e marrë logjike femnat e reja pse me intervenu në buzë ose në ftyrë, ose kur nuk ka nevojë, pse nuk e rujnë ato për shembull kur t'y del në rrudh dikur ma vonë, mas 20 vjetëve mas. Se mire kitje se kur t'janë të reja, kupten. Po dikush që ka qef mos m'ju dok rrudhat, edhe pse ai nalt, do më thonë e kalon që dikur na mu plak, po s'po di, unë jam shumë kondër këty në senëv, se nështë pse vetë jam falenderona Zotit, jam shumë e knashme me vetën, se thëmë ka njëherë, unë mi paston s'kish ditë më mbu ma mirë. Jo që unë thëmë që jam me tonat mirat, po tash unë jam e knashme shumë. Nuk menaj asë njëherë me bo. Tash ato rrudha dalin dikur s'ki
s'ike prej tyne. Atë kanë thonë e herë që i përngjan dikujt. Po, kujna për shembull. Pa e ka herë, ki në qeret Adelinës. Mu më thojnë shumë. Po, më thojnë. Si Adelina? E dita. Më thojnë shumë edhe shpesh shumë më ka ra rasti, domethënë që mu taku me dikan edhe vend që më thonë Dafin, më ka thonë Adelina. Po kupton, falë parë zotin, po pi përngjan shumë edhe për që ato po më shkon menja te ajo gjithmonë. Atë ka ardhë mirë, apo atë ka ardhë... Jo keq, po... Kështë është e betmja këngëtare, shqiptare, tash ka këngëtare shumë tona që kanë vokal shumë të mirë, po ajo s'është problemi që është vokal shumë i mirë, po ajo më pëlqen si stil, më pëlqen si këngëtare, une e tham gjithmonë që është këngëtarja numër 1 Kosovë, s'ka me pas si ajo edhe 100 vjetë. Po, aki po, ajo çka të vesh, asaj ka hije, për që ata po thëmë edhe. Ndash me të shkurta, ndash me të gata, ndash që mblu. Asaj ka hije, asaj ka pas hije kur s'ka ditë këtu, u shplu. Kur desh kërkush, apo kupton. Edhe ajo, për që ata, unë e shumë e du si njeri, si person, si këngëtare, si krejt. Është shumë e mirë. Kush ka qenë idolli ju i fëmirisë? Prej këngëtarëve, kush ka pëlqy ose a ki pa që kemi na kur të rrit na kom qef më vo si kjo, ose si ajo? Nuk po di pse në atë kohë ka pas shumë pak këngëtarë, konkurenca u konë shumë e, a kupton, s'di ai ke vrejt që këngëtarët ma herët kanë dhezë me një kongë, kupton se jenë konë shumë pak. Edhe se kisha mohu që une Adelinën e kom përcjell prej kur jam konë e vogël edhe e kom pa, po nuk une asni dal me knu, nuk munona me pas stilin e sajna, nuk munona, apo kupton? Po më ka pëlqy ajo si këngëtare gjithmonë. Edhe mu pse më thojnë si Adelina, mu më thojnë i përngjan, jo që une munona mu vesh si ajo, s'po di kush më thonë tjetër. Me fitness. Kur? Nuk shkon? Po prejtëmoj, se që... Ma kreme për Me fitnessin nuk i kam punë të kurqysh. Edhe ti ko kestion për janis, për një dit, unë e so, Unë jam regjistru 6 muaj, jam shku një javë. Edhe ato kur kom pas ku. Jo, unë shumë kisha dasht me shku, edhe pse unë kështu nuk trashna, jo që unë ruhna, po mu vetë nuk s'mëj me hangër shumë si dikosh që mundet. Edhe pi kafe shumë gjatë ditës, edhe nështë ajo më bën mos me mujt me hangër buk. Po fitness isha shku veç për shkak që është mirë më shku për shnetën. E ty po duka me ta pru fitnessin në shpe? Ja, fitnessin në shpe, nuk di a kom bak me nejtë në shpe. Nuk e di, shumë kisha pas qef me gjithë dikon që shkon rregullisht, apo kupton që më thot mu, hajde se duhet më shku, për ndryshe me gjithë dikon demel se jone, nuk mëna me shku. Jetën e natës, sa e frekuenton? Dal, shumë rrallë, nuk dal shpesh, po mënoj edhe gjatë ditës, unë i kam një dy kafiqa që të ofër bani sisteme, që të rri mbregdillit, nuk s'kom qef me dalë, jo pse nuk kom qef që thët dikush jo valla e pash, ose nuk po manin qa thuj, po une vetë nuk kom qef shumë njerës kur jam, apo kupton, shkon të kafet e vogla. S'punon kërkosh. Veç që në kafe rrim të ditën. Edhe s'kom qef shumë, apo kupton, vetë jam qashtu. A kështu në familje, për shembull, kom qef më konë shumë njerëz, nuk jam asë njeri vetjak, unë vetë, hiç nuk e du më nejt vetë.
Po, kështu, në për kafi që as kam qef shumë, edhe me pa shumë njerëz, edhe me pa dikush valla. S'jam qashtu se di. Statusi. Single. Se e thash ti me dyshje, single. Kallëzoj herën tjetër. E po dusha pa tjetër me tjera peta. Deri sa ta bënë zyrtarisht. Normal. Sirione. E po mirë, pa. Nuk po të ngucim ma tepër të kjo anë. Kallëzom ku harxhon para mas shumë tim. Mos më prekën tela. Është e pamundshme unë me dal dikon, edhe mos me ble të pakten veç një majic. Dhe veç me di që kom ble diçka, se gjithmonë dhe bëja e gare me shoqet e mia, thëm, da fines, parët në gjep nuk i rinë, se i dalin vetë. Doj nuk doj me najt në gjep, po doj me ble diçka. Edhe shumë blej tesha shumë, po mne, jo nështë që i veshi, nështë njerë i veshi dhe mos se veshi korë dhe se di as ku e kam as qka bëhet, ose A i falë shoqeve dikujna, po dikujna nuk di moa ku ekziston ai sanas, po vetë jam gjashtu, unë kur unë dal kitë për diçka tjetër, ble kitë diçka tjetër. Dhe më thonë, gjithmonë në fiksu me mas teshave. gjithë. Në për Zvicra, në për Gjermania, kur shkojnë? S'pëm bjen, jo, nuk, evidentisht, unë shkoj, për shembull, sot në qëtë kohë nisna, edhe dhe sa shkoj më bogati, vesh në ndreq, në shkoj në diskotekë, prej diskotekës në aeroport, edhe kështu që... A ka ndodhur me pas probleme mos me t'i jap paret, ose... Këto problemet, këto dallavera që ndodhin shumë shpesh? Jo, mu nuk më ka ndodhur shumë ma herët një herë, po s'po japi emën se në cilin vend. Më ka ndodhur, ose më ka ndodhur më kur asnjë herë. Pse unë e kam për Zvicër, Gjermani e krejt, e kam menaxherin atje, edhe s'kam asi probleme apo të. Edhe për këto nuk merr në vesh vetë. Edhe... Cila është pika jote e dopt? Për shembull, unë thoj ti kam të merr, pa thoj s'muj me nejt kur. Jo, unë muj pa thoj me nejt, po shumë i kam durë të mira. Edhe përshe që mu ka të një, edhe kam kajt për i ti. S'ka më hemet të muj me nejt, po, do më thonë qysh, unë e kam punën, nuk s'muna me shku pa thëj. Po edhe me në spresin të ashtë. Shumë i kam durë të mira, përse ata më duke shumë mire. Pika e me dopt. S'po di, po mënej, për mu, kur jam të fol me një njeri, pika e me dopt është veç ajo, që unë jam të fol diçka tjetër, edhe ai më kthen kitë diçka tjetër, edhe ja nis me kesh. Unë shumë ja kombinati, pse po kesh pa lidhje gjithmonë e thama, vëden se unë nuk më majt mrena, pse po kesh pa lidhje. Edhe s'kisha thonë për diçka tjetër, s'po di, që ajo është pika e me dopt kur unë foli. A po s'po ta qel telefonin ose? Jo, nuk bëna nervos. Kur s'ta qelin telefonin Jo, kur s'ma qelin telefonin, s'ma qelin s'bona nervos. Nuk është për mu bo nervos, ka njerëz që ose s'kan kohë me ta qel telefonin, se e di vetë une, që nuk e qeli telefonin. E provova. Ose janë në gjëmë, ose mundet më konë në zonë, mundet me pa telefonin, po s'mundet me ta qel. Ose une jam zë për të madhe njerëzve që thojnë, valla e pash, të pi kafe i shkon, e s'ma qeli telefonin. Në shtakon të bu muhabet, diçka, dhe pse me ndërprej muhabetin me ta qeli telefonin. Kur nuk është diçka urgjente.
Jo, unë s'bona nervoz. A je xheloze? Una? Qysh për mja përgjigje? Una? Mbone me kuptove Jo. që ta se po. Nuk jam xheloze, jam xheloze me ven. Apo kupton kur është për një më kon xheloze. Jo kështu si dikush që e ka. Pse e këqyrë, po, ose? jo, s'jam ashtu. Kështu sa të mund, është sa problem. Po, ajo, është ma lezet, po, bro. Edhe unë gjithë Tash për çka ju dal? Ma mirë me këqyrë. Jo, unë po them, nuk po më haj që unë nuk jam xheloze në rast që duhet më kona, kupton, nështan jo xheloze, po jam ekstrem xheloze kur duhet më kon, po jo kështu pa lidhje, që po thotë pse e këshyre, jo pse të këshyre, mos ke pas diçka me ta, po tim pa që pas problemi. Ajo s'është mo. A je tipi femnës që... Fal. A do me di që ka du me dveka. Po, ma mërë me. Hajtë ka zonë që ka dash. Fal. A je tipi femnës që kishe sakrifiku gjithë shka për dashni? Po, Gjithë shka. kej gjithë shka. E kishe lorë me karrierë, me krejt. Krejt. A je sigur? Po, shumë e sigur. Po, shumë e sigur. Mirë, shumë mirë. Unë kur pa marrë parasysh edhe për shembull një shoqe që e kam për shpirt, unë bëj gjithçka për atë njeri që e kam në shpirt. Në momentin që e shoh që s'është, apo kupton me nejt me mua, unë nuk merrna me to. A je tip që i falë gabimet ose që... Jam tip që... Mëne, e je këthyshme? Jam tip shumë i kthyshëm, jam tip shumë që i fali gabimet deri në momentin që vjen fundi. Dhe që aty, kur vjen aty, unë mos... S'kam as çka me fol për atë punë, s'kam qef me fol eq. Dhe jo me diskutu mo. Se njeri gabon, po jo ton jetën. Dhe dikush menon që gjithmonë është i ri, gjithmonë është do të me lujtë se është fëmijë, apo është dikush menon që është. Të folë si për zhena. Edhe dikush i bën është 40 vjet, po është si mi pas 20. Që ashtu s'kom qef. Të regoma tipin e mashkullit që të pëlqen ty. Qysh mundet më konë? Një mashkull favorit për ty? Tipi mashkullit që mundet më konë për mu, më mështi mu bo sa ma gjeloze. Kërkesa interesante da vina i ko. Mu përla sa ma shumë me mu, se s'moj pa përla. Doge tu se e ka të energjin e keqe. Kështu si tip, jo shumë i gatë, nuk kom qef, nështë jam vetë tama, edhe kom qef pak, më konë nështë më i gatë se në shumë pak. S'kom qef kërkosh më ndalë, shumë mi. Edhe më konë typi lezet shumë, jo... Zeshka në bjen? I bukura, ma shumë ka ashtu kështu, ka zeshkone. Jo, zeshkone, atë janë vëlla. Bjondat si të palondo, këndi qështi, si të saritarë. Jo, ata nuk janë bjonda, ata janë zhuta. Oj, Davina, na knoqe, hajde. Gëzuar, nuk e di sa është ora, se po shoh që shumë shpejt, a je e mvarë prej internetit, regom? Jo, shumë pak. Unë Facebookun, më thonë drejtëve që e majnë në telefon në stop qelë, e shoh që shkrujnë shumë, që dikuj muna mja këty, dikuj s'kam mundësia, kuptan se tash njerëz kur t'ja nisin me shkujt, unë ja këthej faleminderit shumë, dhe në respekt, tash fillojnë kjo, a pse kështu, kjo kështu, tash unë nuk muj me fol të ankohen me kërkan ashtu, kuptan. Jo që unë nuk du, po nuk muj, edhe e shoh kush sa ma shumë që të shte mundshme ju përgjigj nga femna gjithmonë. Kupton, kam shumë fanë se femna, edhe kam qef mi ju përgjigj.
se më shkruajnë ti e mirë ti kështu e... Po se është edhe shumë, një përgjigje. do të thënë rrallë femna për një femër nuk të thonë që është e bukur ose është e mirë. Po, edhe nuk jam kështu një përditshme, nuk jam shumë feministe, po une gjithmonë po flas që ju përgjigjna femna mas shumti. Ka që ju përgjigjna edhe mashkuj, faleminderit, kështu, po nuk më i tankohen, më kon aktiv në Facebook edhe jo shumë shpesh më bjen mena, po kupton. Njerën 2 ditë pastaj një foto ka nuk e maj Facebookun veç vet. E marr edhe dikush tjetër. Kështu që kur ju përgjigjna unë. Personalisht. Okej. Kam edhe faqen që e majnë 3-4 veta. E kom pas ma heret, ma kam bloku. Ka shumë është me qelja të një. Qa me bo? Na tregove që, domethënë që kemi pritë edhe dy këngë të tjera prej teja, domethënë që to janë të reja të fundit. Njëna titullohet publikisht. Publikisht. Edhe tjetra titullohet S'ka rëndësi. S'ka rëndësi. Kina me të pritë tash na shumë shpejt edhe kur ta del edhe kënga e re, të presim edhe një herë në studio, edhe më na tregu masane a je single, se nuk harrojën e. Gjithë. Erdhëm edhe në minutat e fundit, shkoj 30 minuta unë, kalzon që shkalove. Shumë mirë, unë jem kënaqur në përçate po thëma shkoja, kishte dashur me bë muhabet alo. Çfarë po marrë me vetë? As mund, U kry. Okej, që me bëhet se mirë. Okej, faleminderit shumë për juve, First Channel, edhe njëherë të falenderoj ty personalisht shumë, respekt, shumë të madh. Për që ata të këmarë në emision sot. Qyshë më këthirë vonë, kur s'kisha marrë. Edhe ditën e mirë. Të falenderojmë edhe ne shumë, edhe unë për zemërsisht falenderoj, sepse e di si neve femnave zakonisht na vjen pa kohë, jo mu rregullojmë me nu çka me vesh, bla bla bla. Kështu që faleminderit shumë që erdhe edhe na nderove me ardhjen tënde. Faleminderit shumë. Miq të dashur, kaq kishte edhe intervista jonë me Dafinën, ne do të takohemi pas pak së bashku, ju lënë në shoqërinë e Toplikës.